Në një intervistë për revistën franceze Le Point, kryeministri Edi Rama ka folur për situatën e tensionuar ndërkombëtare dhe pozicionet e Shqipërisë përballë saj, duke theksuar se vendi do të vijojë të forcojë kapacitetet mbrojtëse. Ne do të blejmë sisteme europiane, izraelite dhe amerikane, çfarëdo që është e nevojshme. I pyetur për rrezikun e mundshme nga Irani për shkak të strehimit të rreth 3000 anëtarëve të Mek në Shqipëri, Rama dha një përgjigje të prerë, duke theksuar se vendi nuk ka arsye të ndjejë frikë. Nuk duhet të pyesni kurrë një shqiptar nëse ka frikë. Ne nuk kemi frikë nga asgjë. Gjatë luftës së dytë botërore askush nuk i donte hebrejt. Ky vend, edhe pse i varfër dhe kryesisht musliman, u bë streha e tyre. Pra hyri në histori si vendi europian i vetëm që i dha fund luftës më me shumë hebrej se sa kishte në fillim. Ne jemi vend antar i NATO-s. Sulmi ndaj një vendi të NATO-s nuk është diçka e thjeshtë. Ne jemi të mbrojtur. Në intervistë, ai u ndal edhe te zhvillimet ndërkombëtare, duke shprehur shqetësimin për mungesën e dialogut diplomatik në Europë gjatë luftës në Ukrainë, ndërsa kritikoi funksionin aktual të OKB-s. Presoi që kjo ta shtyjë për reforma, OKB-ja duhet të rishpiket. Ai theksoi gjithashtu marrëdhëniet e ngushta të Shteteve të Bashkuara dhe nevojën që Europa të rikthejë rolin e saj diplomatik në skenën globale. Europa gjithmonë ka ditur të flasë me të gjithë. Duhet ta rifitojë këtë aftësi. Dialogu duhet jetë i hapur me përjashtim të regjimeve që ai i cilëson si terroriste. Sa i përket integrimit evropian, kryeministri rikonfirmoi orientimin strategjik të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Europa duhet të përfundojë projektin e themeluesve të saj. Shqipëria mund të jetë e vogël, por është pjesë e ekuilibrit thelbësor të Europës. Në fund, ai hodhi poshtë akuzat për korrupsion, duke i cilësuar si të pabazuara dhe pjesë e një fenomeni më të gjerë global që sipas tij nuk lidhet vetëm me Shqipërinë.